tepër se kaq. Pra mos mbetet thjesht në kuadrin e identifikimit problematikave, sepse në fundit Partia Demokratike, partitë e tjera kanë 13 vite në opozitë, besoj që është koha për të shpërfaqur alternativa të reja. Por ndërkohë çfarë shohim? Shohim që vinë sinjale negative, pra njerëz si përjashtohen nga Partia Demokratike dhe në fakt që në vend që të hapet, në fakt dhe kjo do ishte një nga zgjidhjet, po themi, Partia Demokratike duket që po mbyllet. Do ta vijojmë diskutimin, por ka një reagim të Ministrit Punëve të Brendshme, zotit Besfort Lamallari, lexoj si më poshtë, për gëzime policisë së shtetit për reagimin profesional, vetë përmbajtjen dhe neutralizimin e menjëhershëm të molotovarëve të përdorur si mish për tokë për të djegur qytetin, për të nxjerrë vendin dhe për të rrezikuar jetën e efektivëve me uniformë. Shqipëria nuk do të merret peng nga një pakicë që nuk nguron të përdorë të miturit për të djegur dhe për të fshehur dështimin e vet. Mes atyre që ndërtojnë të ardhmen europiane të vendit dhe atyre që kërkojnë ta djegin atë, zgjedhja është tashmë e qartë nga mbar shqiptarët. Është dhe një video që vjen nga spitali, atë që shikoni. Është linku që shoqëron statusin e zotit Lamallari. Pamjet janë vënë në dispozicion nga ana e policisë së shtetit. Pra, duhet të ndalem pak tek reagimi i zotit Lamallari, ministrit Brendshëm. Një koment për këtë që sapo lexova. Përgëzon për profesionalizmin, policinë dhe më tepër. Nuk mund të pritet ndryshe. Tani protestat në një farë mënyrë jo thjesht muajt e fundit, po vitet e fundit përsërisin veten dhe unë në këtë aspekt edhe unë dua të përsëris veten. Në kohën që ti thua që do bësh revolucion dhe vendos të bësh protesta të dhunshme, atëherë nuk është e udhës se ti të ankohesh, po themi, që u hodh ujë ose u hodh gaz lotësillës. Fatmirësisht protestat kanë qenë pa viktima dhe pa goditje të rënda, por në moment caktuara ne kemi parë, kohë më parë një efektive policisë humbi gishtat ose pjesëmarrës në protestë në opozitës janë dëmtuar nga ana pra nuk është se ka të fituar, kur flasim për forcën ose dhunën, nuk është se ka të fituar qoftë nga ana e policisë, qoftë nga ana e protestuesve, në një farë mënyrë të dy palët janë të humbura. Pra, unë kam dëshirë më shumë të merr me aspektet politik të protestës, se sa në vetvete për ato që ndodhi. Domethënë duket që ka një lloj zbehje, po themi, të procesit. Nuk po them që ishte protestë vogël, sepse në fund ishte protestë kombëtare, njerëzit presupozohet kanë ardhur nga qytete ndryshme për mund të qëndronë në qytetet e tyre, po erdhën para kryeministërisë për të thënë zërin e tyre për pakënaqësitë që kanë, dhe kjo është pozitive, sepse thash në parim çdo protestë është e shëndetshme, por protesta në një farë mënyrë po vjen duke u tkurrur dhe protesta po ecën në mënyrë lineare paralele me apatinë e kryeqytetit, ato që tha zoti Lita, të popullit të kryeqytetit, i cili në një farë mënyrë nuk po heziton që në mënyrë masive, po themi, të dalë dhe të marrë pjesë në këtë protestë politike partijake, sepse edhe kjo në një farë mënyrë nuk po them që është gabim, sepse në fundin e 36 vjet demokraci protestat partitë politike nga thirrur në këtë vend, edhe ishte në janarin e thirri Partia Socialiste, por nga ana tjetër perceptohet si një lloj klubi i mbyllur, po themi, i militantëve dhe simpatizantëve, dhe nuk po arrin protesta të shtrihet e ato që ne quajmë rëndom elektorati gri ose njerëzit e pa angazhuar politikisht. Por protesta në të kurje nga njëra anë, ndërkohë që Berisha lë vend për protestën tjetër, ri buzëqeshur, thotë që do të jetë më e fortë. Tani ky kontrasti që nga ajo çka shohim, pra tek protesta, tek analiza që bën ti dhe tek vetë deklarata e zotit Berisha, ku buron kjo pjesa optimiste e Berishës? Si e shikoni? Janë thjesht deklarata politike, është artikulim politik, apo ka diçka ku Berisha vërtet beson? Unë besoj që Berisha nuk është optimist. Ai është një politikan me eksperiencë dhe sigurisht e di realitetin politik në cilën po noton ai vetë dhe Partia Demokratike dhe opozita në tërësi. Atij i takon sigurisht që për të mbajtur gjallë, po themi, entuziazmin e militantëve të anëtarëve të Partisë Demokratike dhe të simpatizantëve të opozitës në tërësi, të ketë një retorikë optimiste, por nga ana tjetër është po ai Berisha në studio këtu me ne, por edhe në studio të tjera, vazhdon të thotë në mënyrë të përsëritur që zgjedhjet nuk fitohet, Partia Demokratike nuk i fiton kurrë zgjedhjet sa të jetë Edi Rama kryeministër. Pra, nga kjo pikpamje nuk mund të flasim për një Berishë, po themi, ultra optimist, në një farë mënyrë është ai që i thërret njerëzit, edhe ky
një lloj personalizimi që kanë protestat e Partisë Demokratike, ndoshta është luks i madh ta kërkoj këtë gjë tek Partia Demokratike, e cila është ndërtuar në një farë mënyrë te kulti i liderit, te kulti i Berishës, por sigurisht që kjo nuk është plus, pra për një parti politike dhe për një kamp opozitar që në protesta dhe çdo aksion tjetër politik të jetë i personalizuar tek një njeri. Unë shoh mjaft figura të Partisë Demokratike, të cilat ose nuk marrin pjesë në protestë në opozitës, ose marrin pjesë por rrinë nga fundi dhe nuk janë oratorë, po themi, nuk mbajnë fjalime, dhe një pjesë për tyre ne e dim, sepse në një farë mënyrë e vuajnë vetë si kolegë gazetar, ka refuzuar të kenë edhe një komunikim publik nëpërmjet televizioneve, tani nuk dua të përmend emrin, por që nga nënkryetarët e deri poshtë, funksionarë, deputet Partisë Demokratike, kanë marrë mandatin, mos gaboj, vjet në shtator, për mbushet një vit, nuk kanë dalë një herë në televizor për të dhënë një intervistë. Dhe kjo është luks i madh që Berisha i kërkon Ramës të vijë në një debat politik, në një debat televiziv, ndërkohë që një pjesë, po themi 1/3, se s'po them më shumë, e grupit i parlamentar ka vendosur në një farë mënyrë ta konsumojë mandatin në rehati, dhe mos bëhet pjesë e betejës politike, dhe kjo është një tjetër handicap i opozitës. Mirë, ndërkohë Berisha e deklaroi të mbyllur protestën, por nga ana tjetër është duke shkuar në spital për të vizituar nga afër persona të lënduar. Dua të pyes pak litën tani mbi statusin, mbi reagimin e ministrit të Brendshëm Lamallari. Bën përshtypje momenti kur thot neutralizimi i menjëhershëm i molotovarëve. Nga jo çka po analizoje pak më parë, po thoje bën përshtypje dy emra ku ishin, le të themi, ndoshta si pikë synime apo target për tu shenjestruar, nga kjo që thot Lamallari, pra molotovarët, si bie në kontrast me deputet të opozitës, eksponent të opozitës? Mendoj që zoti Lamallari po e ndërton karrierën e tij politike përmes këtyre kontrolleve të situatave, si të protestës, po dhe situatave politike, dhe nuk mendoj që zoti Lamallari merret me pikpamje operacionale të zhvillimit të protestës apo jep urdhra se si duhet të neutralizuar protestat, sepse nuk është detyra e tij. Ministri kryesisht merret me politika dhe është drejtori i përgjithshëm i policisë, i cili ka një detyrë operacionale, dhe mendoj që kjo është ndryshimi. Pra, targetimin e liderëve të opozitës e bën drejtori i përgjithshëm i policisë nëse ka objektiv për të neutralizuar, nuk e bën ministri. Dhe mendoj që ministri Lamallari dhe anëtarët e tjerë të qeverisë kanë për detyrë kushtetuese të garantojnë protestat si e drejtë kushtetuese dhe normalisht të marrin masa kur protestat bëhen të dhunshme dhe devijojnë nga qëllimi i tyre që është qëllimi politik, pra kthehen në qëllim në vetvete, djegja apo prishja apo vandalizmi nëpër qytet. Mendoj që fjalimi i zotit Berisha, nëse dua ta komentoj, kishte pak elemente të paqartë, sepse në disa momente tha që duhet garantojmë që votimi të jetë i detyrueshëm, pra qytetarët votojnë në mënyrë të detyrueshme, kur në fakt ne duhet të bëjmë që edhe pjesëmarrja në protestat e opozitës të jetë e detyrueshme, sepse nuk po i shikojmë